Nga i marrin këto interpretime të këqija? Këta njerëz nuk bazohen, edhe pse këto kanë aftësi të çuditshme të shtirën tek njerëz që njohin realitetin, njohin aktualitetin, janë mendja hapur, njohin qytetrimin, që këta njohin synimet e fesë, usulul fiqh, parimet e argumentimit, bazat, domethënë qawaid fiqhie, maqasidu sharia, synimet e shariatit, shpesh herë mburren me gjëra të tilla. Por fakti është që këta nuk i referohen domethënë në këtë qasje, në këto ide të këqija apo në këto interpretime që bëjnë. Këta nuk i referohen dietarëve të ummetit, rregullave dhe parimeve, për shpjegimin e citateve të Kuranit dhe të Sunetit. Këta nuk u referohen librave të tefsir, librave të shpjegues të haditheve. Po këta ecën sipas mendjes, sipas dëshirës, konkluzioneve që nxjerr intelektual, që edhe mund të jenë nderuar dhe të respektuar, por nuk janë dietarë të njohur, njohuritë fetare. Dhe mund të prandaj sjellin përshtyllime të tilla. Nëse nëse do të bazohen, do të referohen librave të tefsirit, shpjeguesve të hadithit, ja për shembull Ibn Abdul Barrit. Në ndarjen e dijeve, dije feje, dije dynjaje. Ibn Rajabit, kjo botë, nuk është aspekt, është qortueshme në gjitha aspektet. Dynjaja ka një aspekt nga i cili është e lavdërueshme, po ka një aspekt tjetër nga i cili është e qortueshme. Dhe çështjet në jetën e kësaj bote nuk janë gjitha të këqija, të dënueshme, po ka të mira, ka edhe të këqija, ka të lavdërueshme, ka edhe të mallkuara. Ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha. Thot profeti, dyja është e mallkuar, dhe mallkuara çfarë është në të? Po pastaj ka përjashtuar profeti sallallahu alaihi wasallam, dhikrin e Allahut, veprat që i pëlqen Allahut, ibadetet, po edhe veprat e kësaj bote, çështjet e jetës, cilat njeriu me shpërblim me një të mirë i shndërron në vepra për cilat me shpërblim tek Allahu i lartësuar. Dija, dietarët, kërkuesit e diturisë, këto hyn ke gjërat e lavdërueshme dhe jo ke të mallkuarat. Kurse ato gjërat kësaj bote që nuk i shërbejnë njeriu për adhurimin e Zotit, për afrimin tek Allahu, për përmirësimin, për të pasur një përfundim të mirë në ahiret, atëherë ato janë të mallkuara dhe të dënueshme dhe të këqija.